الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija. Ato që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humb, dhe ato që Allahu humb nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak. E dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni veçse duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij, o musliman. Para disa ditësh prisni me padurim ardhjen e muajit të Ramazanit, ku çdo besimtar e priste me gaz dhe ndezulli ardhjen e muajit të Ramazanit. Ikën një rreth 20 ditë nga ky muaj dhe sartuam 10 ditëshin e fundit të tij, dhe ky është çasti final dhe është një sezon nga sezonet më madhështore të adhurimeve, ashtu sikurse tregtarët presin fitimet e tyre sezonale, po ashtu edhe adhuruesit, dhe ky është muaji i adhuruesve, i presin me padurim këto 10 netët e fundit të Ramazanit, nga që 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se 10 netët e mesit të Ramazanit, ashtu sikurse 10 netët e Ramazanit të mesit janë më të mira se 10 netët e para të Ramazanit, dhe ky është çasti final. Dhe në këtë 10 ditësh, o musliman, është edhe nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Allah madhruar thot, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Që do thot, adhurimi në të, siç thot Imam an-Nakhai, është më i mirë se adhurimi në 1000 muaj, që është e barabartë me rreth 83 vjet edhe 4 muaj. Prandaj ka ardhur për faktin se popujt e mëparshëm jetonin gjatë me qindra vite, sa ka ardhur për Nuhun alayhis salam, i cili e thirri popullin e tij 950 vjet vetëm thirrje në tauhid. Popujt e mëparshëm jetonin gjatë, ndërsa mosha e këtij populli është midis 60 dhe 70 vjet. Prandaj Allah madhruar i dha këtë mirësi, këtij umeti, këtë veçori, natën e Kadrit, dhe adhurimi në të është më i mirë se adhurimi në 1000 muaj. Dhe muslimani i shfrytëzon këto ditë të mbetura nga Ramazani. Prandaj ka ardhur se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që muslimani të përpiqet veçanërisht në 7 ditët e fundit të muajit të Ramazanit për të kërkuar me ngulm natën e Kadrit. Prandaj prej urtësive të Allahut madhruar që e ka fshehur natën e Kadrit dhe se ka treguar këtij ummeti se kur është nata e Kadrit, është që të jenë të përpikt në adhurimin e Allahut madhruar në të gjitha këto 10 netët e fundit, dhe kush e ngjall natën në to,
kush është i përpikt në adhurim në to, me duhe mos ka për ta hasur edhe natën e Kadrit. Dhe muslimani në këtë 10 ditësh të fundit të Ramazanit është mirë që të përqendrohet në disa prej adhurimeve kryesore, ku nga më kryesoret e tyre është Qiyamul Lejl, falja e natës. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush qohet natën e Kadrit me besim, me iman, dhe duke kërkuar shpërblimin nga Allahu, i falen gjunahet e kaluara. Dhe falja e natës, siç ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, është da'bu salihin min qablikum, është tradita e besimtarëve të mirë para jush, wa qurbetun ila Allah, dhe është një afrim tek Allahu i lartëmadhëruar, dhe i fal gjunahet, i largon mëkatet, i largon edhe sëmundjen nga trupi. Namazi i natës është shkak që largon sëmundjen nga trupi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj muslimani nuk e shpërfill namazin e natës, veçanërisht në këto 10 netët e fundit të Ramazanit. Prandaj kur Aishës radhiyallahu anha i thanë që disa njerëz thonë që nuk duam të falemi nafile, por na mjafton vetëm namazi farz. Aisha radhiyallahu anha, bashkëshortja e profetit sallallahu alaihi wasallam, tha: "Çudi me disa njerëz të cilët thonë na mjafton vetëm namazi farz, dhe Allahu nuk ka për të na pyetur për namazin nafile, ndërkohë që ata bëjnë gabime natën dhe ditën, dhe ata janë prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ai është prej tyre." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Nuk e la asnjëherë namazin e natës." Prandaj muslimani është i rregullt me namazin e natës, veçanërisht në këto 10 netët e fundit. Po ashtu puna e dytë që muslimani duhet të përqendrohet në këtë 10 ditësh të fundit të Ramazanit është leximi i Kur'anit. Dhe ky është muaji i Kur'anit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Prandaj Gjibrili alayhi salam vinte tek profeti sallallahu alaihi wasallam çdo natë dhe e studionin së bashku Kur'anin, ja lexonte Kur'anin Gjibrili profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe në vitin që ndroi jetë këtë gjë e bëri 2 herë. Prandaj muslimani nuk e shpërfill leximin e Kur'anit gjithmonë, veçanërisht në këto 10 ditët e fundit të Ramazanit. Po ashtu puna e tretë o musliman, me të cilat muslimani është mirë që të përqendrohet në këtë 10 ditësh, është itikafi. Itikafi është qëndrimi në xhami, duke u afruar tek Allahu i lartëmadhëruar. Prandaj Aisha radhiyallahu anha thot, që dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndronte në itikaf në xhami në 10 netët e fundit, dhe nuk dilte nga xhamia profeti sallallahu alaihi wasallam, qëndronte në itikaf. Dhe pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, më pas qëndruan gratë e tij në itikaf, dhe shokët, sahabët bënin në itikaf. Prandaj muslimani nuk e shpërfill itikafin, qëndrimin në xhami. Po ashtu puna e katërt e musliman, nga punët me të cilat është mirë që muslimani të përqendrohet në këto 10 netët e fundit të Ramazanit, është lutja. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thot, është një orë në çdo natë që nëse robi e arrin atë natë, Allahu madhruar e pranon lutjen e lutësit. Madje ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha, e cila pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam, nëse arri natën e Kadrit, çfarë të them në të? Dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e do faljen, më fal mua. Allahu na bëf për atyre njerëzve që dëgjojnë fjalën, ndjekin më të mirën. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoni falje Allahu, se Allahu është falës, është mëshirues.
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij. O musliman, puna e pestë prej punëve që është mirë që muslimani të përqendrohet në to, veçanërisht në këto 10 netët e fundit të Ramazanit, është shpenzimi në rrugën e Allahut të madhruar, dhënia e sadakas. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, mirë po në muajin e Ramazanit bëhej edhe më bujar kur i vinte Xhibrili alaihi salam për t'i lexuar Kur'anin, dhe ai vinte natën. Prandaj është mirë që muslimani të shpenzojë në rrugët e mirësisë, të jap sadaka. Madje ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot afdalu sadaqa sadaqatun fi Ramadan, sadakaja më e mirë është sadakaja në muajin e Ramazanit. Ndërsa puna e 6 me cilën është mirë që muslimani të përqendrohet veçanërisht në këto 10 netët është zgjimi i familjarëve. Prandaj ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam se kur vinin këto 10 netët e fundit, e gjallëronte natën me namaz, ahya al-lejle wa ayqadha ahlehu, dhe zgjonte familjarët e tij. Jo të shkosh vetë për të falur e të lësh familjarët në gjumë, dhe shtrëngonte rrypin. Profeti sallallahu alaihi wasallam që tregon që e kërkonte me seriozitet dhe ngulm adhurimin e Allahut madhruar në këtë 10 ditësh. Prandaj muslimani nuk duhet ta shpërfill familjen e tij, por duhet të jetë i kujdesshëm që të zgjojë edhe familjarët e tij. Prandaj ka ardhur nga Sulejman et-Tejmi, Allahu mëshiroft, i cili kur vinte muaji i Ramazanit u thoshte atyre, zgjohuni, qohuni, se ndoshta nuk keni për të qenë prezent në Ramazanin e ardhshëm. Allahu na bëf atyre njerëzve që e kërkojnë natën e Kadrit, këtë natë adhurimi të cilës adhurimi në të cilën është më i mirë se adhurimi në 1000 muaj. Allahu na bëf atyre njerëzve të cilët e falin namazin e natës me besim, dhe me duke kërkuar shpërblimin nga Allahu madhruar që t'i falë më pas gjunat, të na ketë bërë për atyre njerëzve që agjërojnë Ramazanin me besim dhe duke kërkuar shpërblimin nga Allahu madhruar që ta bëjnë çdo punë vetëm me sinqeritet dhe përkushtim vetëm për Allahun e madhruar. Allahu i falt muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit e tyre, dhe t'i shëroj të sëmurët e muslimanëve, dhe më pas o muslimanë Allahu madhruar na urdhëroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij. Me këtë filloi në Kur'an me veten e tij, më pas me melajket, më pas me ju besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirinët dhe ansarët dhe me nënat e besimtarëve. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.